Tek situata e krijuar një ditë më parë në Laç, Kurbin, ku është përmirësuar pak, por që vjen ende situata të mbetet problematike në zona të ndryshme. Ndërkohë nga ana tjetër, dalja nga shtrati e Prrojt që kalon përmes qytetit Laçit ka sjellë vërshim të ujrave nëpër biznese. Banorët kanë thënë se kjo përmbytje nuk ka ardhur nga rishit e shiut, por nga investimet e dështuara të bashkisë së Kurbinit, ndërkohë që sipas të dhënave zyrtare, në bashkinë Lezhë dhe Kurbin ndodhen në ujë rreth 3000 hektar tokë bujqësore. Ndërkohë edhe në qytetin e Lezhës ka patur problematika të shumta, ku shkollat janë bërë totalisht të pa aksesueshme dhe tregu i qytetit të Lezhës ka qenë gjithashtu në pushtetin e ujit. Lagjet më problematike mbeten në lagja Skënderbeg, lagja e bllokut të 11 janarit dhe rruga Strauss, ndërsa jemi duke ndjekur kështu edhe shtëpi në ujë në Kurbin. Konkretisht tokat bujqësore gjithashtu kanë qenë totalisht në pushtetin e ujit, ndërsa në këtë çaste do të kemi pak edhe reagimin e banorëve. Ndiqim së bashku. Pjesën e kryesore morë. Janë mëllë kanalet, kush dorë nuk po ven, kemet, këna pas vitri. Si kam kësë mrap shtamone, të si thas. Jam bërë si të kanë... Veka që të mbëllë. Si e kom. Se kërë... Mas!